I kom njoftë edhe në Tiranë ta Ademin e Homës. Lavdi fisit jasharve, lavdi Kosovës. Një klasë kom pas 8 vjetë Adem Jashari. Jam 55 i lindur, një shkollë kemi mësu bashkë. Tu është fundi i trimërisë, do me thonë, s'ka më trimëri se Adem Jashari, në fëmijë, në gra, në kretë. Se dikur e kemi pas ndër Kosovën, tash e kemi e prekim me dorë. Edhe kam shumë emocione, duke folur vjen me qah. Dhe kajni të fala nga Olqini lasht, për kajtë shqiptarëve nga Olqini. Ademin e kujtoj si njëri të fortë, të fuqishëm, krahasi me gjithë shokët që kemi qenë. Por me të vërtet ka qenë si Luan. Edhe jeta është pak me dhonë për lirinë. Kosova ka sakrifikuar shumë, është ëndër për mua, do me thanë edhe për babën tem, se ka vdekë me i gjamin për me ardhë Kosovë. I nderuar si je? Falenderoj shpem Avni Mul Osmani nga Tropoja. Ju përshëndes përzemërsisht. Lavdi fisit jasharve, lavdi Kosovës. Po shishi shumë mirë. Unë kom qenë edhe herë tjera këtu, kom punu ushtarak, jem dalë në pension. I kom njoftë edhe në Tiranë ta Ademin e Homës. Pa. Ju falenderoj, falenderit. Çfarë ndjesie t'jep sa herë që vjen te kazi nderuar? Çka ndjen? Përzemërsisht se jam shumë emocionuar madje. Një shumë kënaqësi kur vjen këtu. Kom qenë disa herë edhe me të tjerë, që të erdhëm edhe na gëzuar festa, 28 nëntor. Gëzuar, faleminderit shumë i nderuar. Përshëndetje i nderuar. Prej cilit vend keni ardhur sot? Unë prej Kukësit. Prej Kukësit keni ardhur me gjithë familjen sot me festuar. Po duhet me ju tregu brezave tonë që se si Adem Jashari ka vu ka pak trimërisë. Do me thonë s'ka, ka dhënë gjithë shka. Për ne të jetojmë sot lirë dhe ne duhet t'ju tregojmë edhe brezave edhe ta dinë dhe si ku ka ndodhur ngjarja. Dhe kaq. Si ndihesh sa herë shkel tokën e Prekazit? Nuk di që atë them është emocion, se të japsh gjithë shka. është shumë e rënë edhe është trimëria është fund. Tu është fundi i trimërisë, do me thonë s'ka më trimëri se Adem Jashari, në fëmijë, në gra, në kretë. Edhe është emocion i madh, dhe për këtë punë kemi ardhur edhe fëmijëve me u tregu se si, ku, ta dinë. A është i raport që po vinë fëmijë? Jo, fëmija kanë ardhur, po sot është komplet që kemi ardhur, sot është e raport që kemi ardhur bashkë. Qysh po ndihen fëmija? Mirë, tash unë edhe ju kom tregu më herët se ne kemi qenë edhe pak aty në Kukë, se kemi pa më mirë në ngjarjen, se kemi qenë edhe aty afër kufirit. Po sot edhe e prekin me dorë, duhet ta dinë brezat që vinë, se si kanë ardhur sot edhe janë atë lirë. Se dikur e kemi pas ndër Kosovën, tash e kemi e prekin me dorë. A mendon që a din sa duhet vlerë nderisë që sot e gëzojnë? Po tash është unë ja di, po shembull, dikush s'munet, po duhet ta dim edhe ta respektojmë edhe ta nderojmë këtë burr këtu, që dha gjithçka për ne. Faleminderit shumë. Gjithashtu gëzuar. A ki për fund edhe një mesazh për gjithë ata që nuk e dinë historinë? Jo, gjithë e dinë, po nuk e duin. Ka që nuk e duin se e dinë gjithë. Nuk mundet mu harru kjo s'mundet, veç kjo s'harrohet. Ka dhënë gjithçka fëmijë, gjelen pulash, trimëria s'ka fund. Kjo i ka dhënë trimëri si ja ka vu ka paku. E tha shumë mirë edhe me kaq po e përmbylli. Faleminderit shumë. A keni edhe diçka për me thonë? Si po ndihesh sot e dashur? Shumë mirë. Është një ndjenjë e veçantë që të jesh në shtëpinë e Adem Jasharit, i cili la gjithçka për ne, sakrifikoi dhe familjen e vet
që ne sot jetojmë të lirë. Qysh ndihesh sa e vjen prekaz? Se je shumë e re, sa vjeçar je? 18. Kam shumë hera parë që vi, është një emocion i madh, pasi duket sikur historia po më ripërtëritet edhe një herë para syve, pasi e kam dëgjuar shpesh herë në për filma, babi më kanë treguar shumë veta. Faleminderit që më dashur. Gëzuar edhe juve, faleminderit. Shëndetje. Përshëndetje. Që ju, si keni? Cilit vend kjo është sot? Prej Ulqinit. Prej Ulqinit Lakës, po. Qysh nihesh sa herë shkel tokën e prekazit? Valla, me ju të regu drejt, ke ishtë parën herë si kam marrë tu. Në prezent përgjithësi se i kam bishtë nga Prezereni. Dhe më thonë tokat tjera, dhe më thonë vendet tjera kam shku shpesh, por ke ishte parë herë, edhe jam shumë krenar, edhe kam shumë emocione, duke folur vjen me qa. Kështu që vetë lotët të regojnë, dhe më thonë, fjallin e fundit për këtë vend. Ka ishtë të mushëm dhe ka ishtë të respektushëm, si mas për ato njerëzit e cilët kanë janë jetën, për atë dhenë, për Kosovën që ishtë të lirë, dhe shumë respekte, dhe më thonë. Dhe kajnë i të fala nga Ulqini lasht, për kajtë shqiptarëve nga Ulqini. Inderum faleminderit shumë. Zoti ju rujt edhe juve, Po shpresoj që tash të marrë më shpesh. Sidomos për familjen e Reshari, respekte të mëdha. Faleminderit shumë. Zoti ju rujt. Inderum si je? Mirë, krejt jemi mirë. Si po kalon? Po mirë jemi të kaluar, nuk është keq. Qështu me pleqëri, me aktivitetet përditshme, mrena mundësive. Ti nga prekazi? Po i prekazit, meheve të prekazit, kushërit ta herë mehes. Inderum qa do të thotë për ty 28 nëntori? Për mu do të thotë për të gjithë shqiptarët shumë. 28 nëntori është dita e flamurit, me cilën krenohem të gjithë shqiptarët, kudo që jemi, pa marrë parasysh Kosovë, Shqipëri, diasporë. Prandaj, ka një domethënie që për një kohë s'mund e sqarojmë, as unë shpjegojmë përgjithësi, por jemi të lumtur që po e festojmë liri. Unë jam edhe gjenerat me Adem Jasharin, një klasë kom pas 8 vjetë Adem Jasharin. Jam 55 i lindur, një shkollë kemi mësu bashkë, kështu që kam një nostalgji kështu çdo herë kur dal për të përvjetore. Si kujton Adem Jasharin në klasë? Ademin e kujtoj si njëri të fortë, të fuqishëm, krahasim me gjithë shokët që kemi qenë. Po e tham me modesti se në atë kohë nuk e kemi ditë se si do të jenë çështja në përgjithësi e Ademit dhe të tjerëve, por me të vërtet ka qenë si Luan. Dhe lojrat që kemi bërë në se dhe vetë jam punëtor i arsimit, tash jam i pensionuar, kanë qenë lojrat cilat kur nuk i harroj dhe ai dhe ka qenë modest, por ka dominuar mbi gjithë shokët për shkak të aftësisë tip fizike që ka pas edhe disiplinë të veçantë. Është fliu me gjithë familjen për këtë liri Kosove. A mendon që sot ja dim mjaftueshëm gjithë ushtarëve të ushtrisë qeveritare, po edhe gjithë atyre që kanë humbur ma dashurit e tyre për këtë liri që sot ekziston? Po liria nuk ka çmim. Edhe jeta është pak me dhonë për lirinë. Na që jemi sot gjallë, duhet jemi të dërgjetshëm dhe të vetëdijshëm se pa sakrificën e njerëzve të Kosovës, përgjithësi, jo në rajoni, sot nuk ishim të gjithë lirë. Mirë po dikuj i bjen barra ma shumë, në atë aspektin po e thamë përgjithshëm, kështu e dikush ma pak, por në përgjithësi të gjithë kemi qenë një pikë. Me luftue armikun shekullor Serbin dhe me dalë liri. Këte e kemi dhe sot do të dim të ndërtojmë. Nëse nuk dim të ndërtojmë, nuk dim të mbajmë, tut nëse historia përsëritet, po inshallah do të Zoti nuk përsëritet. Për mos më përsërit nuk do të më harrua dhe po, do të më sigurisht gjatë gjithë kohës për sakrificat që janë bërë për këtë liri që sot ekzistojmë. Shumë do me thënë që është edhe pyetja juaj, edhe trit, edhe në atë vjetre që jemi. Duhet të bisedojmë me gjenerata, që tregojmë gjitha, si kanë rridhë, si jemi sot. Sot jemi shumë të lirë sa nuk e kemi armikun këtu,
por duhet jemi sa më të bashkuar mes veti, mos kemi dallime, sepse dallimet na shkaktojnë probleme. Dhe armiku këto i pret. Na me qenë përqarë, qashtu ka dashtë edhe në luftë, që në 2 vjetë kom qenë në luftë i aktivizum, ta në kohën, edhe në arsim kom punu në atë kohë, edhe në luftë. Natën kemi qenë roje, ditën kemi qenë në arsim, 10 vjetë kom punu pa të holla, vetëm për mjetësua Republikën e Kosovës. Në kohën, kur ishte koha me kontribuat her me pend, por edhe kur koha me luftë. Kështu që ma mërmendja njëra e plotëson tjetrën, dhe sot jemi këtu edhe unë jam i lumtur që kom pas mundësi me dhonë 1 pikë ujë në deti, se jo ndoshta mos bëhem kështu subjektiv me thonë na kem bërë shumë me dikur, jo. Na kemi qitë 1 pikë ujë në deti, që e ka mbush edhe e ka kompletuar në përgjithësi. Ju keni dhënë shumë për atë liri edhe shumë derë, kënaqësi edhe respekt me bashkëbisedu me një njeri si te, po për fund a e keni mesazhin nderuar për rinin kryesisht, ata janë e ardhmja, ata janë. Me qenë se unë kom punu edhe në arsim për 42 vjet, 42 vjet, edhe gjithmonë mesazhi im është që rinia të shkollohet sa më shumë, të edukohet dhe mos të harron të kaluaren, se nëse harrojmë të kaluaren, e humbin edhe tashmen dhe të ardhmen. Kjo është mesazhi im që kish me qenë do me thënë sigurisht. I nderuar përshëndetje. Përshëndetje, mirë, faleminderit. Si po kalon? Kajt mirë, a e mirë ti? Mirë edhe na. Faleminderit shumë që na dhe mundësinë për me dhënë sa do pakat krenarin që kemë për këtë vend që është gjaja më e mrekullueshme e historisë shqiptare, edhe kur mos u harroft gjaku i këtyre njerëzve. Edhe për ata kemë marrë respekt për fisin e jashareve, respekt për krejt Kosovën, sepse Kosova ka sakrifikuar shumë edhe nuk e ka harru kur vend linjën e vetë për janar, për gjithë bote për me luftue edhe ja kanë mri kësaj dite që po e gëzojmë edhe na. Është ëndër për mua, do me thanë edhe për babën tem, se ka vdek me i gjamin për me ardhë në Kosovë, se në 78-ën i kanë mbledh për me ardhë për me festu 100 vjetorin e lidhjes shqiptarët për Zrenit, edhe Jugoslavia në atë kohë nuk i ka leju me ardhë, edhe baba jam mas 1 vit i ka vdek me i gjamin e ti, sepse ka qenë luftari Bajram Surrit. Ditën që ka vdek Bajram Surri që vra, a kanë me tanë në shpillën Dragobis, edhe i ka me ti gjamë se kanë, mas që vra Bajram Surri, kanë internua 7 vjetë në Gjakov, të fisi të familja Nimon Ferizit, edhe Nimon Ferizi ka qenë sekretari Bajram Surrit, edhe i kanë majtë për 7 vite, biles ju kanë afru me najtë aty për gjithë jetën. Mirë po kur o falë, amnistia kanë shku në Tropoj, jetojnë Bujan, jem fisi baraktarët e Krasniset, Mullësmanajt, janë njoftën në luftë, sidomos luftën e 2 botërore, kanë pas 4 komandanta bataljoni në luftën e 2 botërore, që janë kanë prej një familje, Mullësman. Sot po shihesh që i emocionin, cilit vend ke orë sot i nderuar? Sot kam marrë nga Bujani. Nga Bujani? Po, nga Bujani, nga shtëpia ku kam lind, edhe me thanë drejtën me zi si kam prit më ardhë kjo ditë, edhe për mua gjaja me mrekullueshme që kam arrit me realizua. Ka së më gjendë me full ma, shumë faleminderit. Faleminderit shumë për emocionet, faleminderit. Zoti jo prift marë edhe ju, e televizorit ju që po jepni edhe ato emisionet që unë e ndjek çdo ditë, kur kam mundësi me pasi fije pushim atje, e ndjek televizorin e ju që po jepni jetën e përditshme në përfshatna, njerëzit që me të vërtet po sakrifikojnë gjithë shka për me hes për para kjo Kosovë. Edhe për kundër gjithë sfidave, do më thë kanë vendos me qëndru këto moment. Kjo është mrekullia që kjo të regon se sa e dojnë atë dhe unë vetë. është gjaja unë që më ka më për shtypje sa herë kom marrë në Kosovë, se jetoj në Angli, po gjaja më e mrekullueshme është që ata po investojnë edhe kanë krenaria aty në ajo është. Unë të falenderoj për zamës që na ndale edhe na fole edhe faleminderit që i ndjek si rregullt i terrenit. Unë jam shumë i rregullt edhe përshëndes shumë. Je i vajzë që me të vërtet ki iniciativë me bën ato që duhet me bën për këtë popull.
Bravo që. Gjithë mija. Shumë faleminderit. Respekt, Më gjithë shumë mija. mirë që të Mjo thash. në gjithë. Faleminderit. I nderuar përshëndetje, si je? Mirë jemi. Për cilit vend kjo është Te sot? komunës Malishevës, fshatit Bellanic. Qysh nihesh i nderuar sa herë shkel tokën e Prekazit? Tokën e Prekazit e shkjeli 2 herë në jetë. Tashti më me 28 edhe me 7 mars. Qëto 2 ditë i kam caktu në marrë në këtu. Çfarë ndjesie tjetër Ah. kur të vjen këtu? Këtu e kam një farë freskije të mirë sot luftës, zhvillimit, preparimit të Kosovës. Se kemi hekë shumë në kohën e kopimit Serbijës. Për e mas mrami në kohën e Miloshit, ta më akon, e se jam shumë keq. A ke qenë pjesëtarje e shtrisë lirimtare? Nuk kom qenë, po kom qenë pjesëmarrës. Pjesëmarrës. Pjesëmarrës kom qenë një sesas me ushtri kom shumë. I nderuar patjetër lufta asnjëherë nuk është e lehtë dhe Jo, nuk është. në këtë Kosovë të vogël është derdhë shumë gjak, Shumë. janë bërë shumë sakrifica, shumë munde. Shumë mundi, shumë sakrifica, shumë tanëve, s'kish ka qysh edhe një gjej ato herën kohë. Po ti a mendon që ja dim sa duhet vlerën kësaj lirie që sa të Jo, nuk për ja dish. Nuk për ja dinesh. E kemi arru si shpejt e kena arru. E nuk duhet me arru, po e kemi arru si shpejt. A o që ashtu të aso. Përshkru ma Adem Jasharin me fjalët e tua. Valloj, ka Adem Jasharin, ishtë vetë mine, se me njoftë se kom njoftë, dhe shumë burë avdetar, burë trim, i pushkës e i pengë që shtojnë spadimi e qëllu. Po, Ato këton. Adem Jashari, pa plus edhe familja e tina, edhe baba, edhe vllaznia, edhe të krejtë. Për fund, a e kini mesazh për rinin ose për kujt i drejtosh? I drejtona prejt mave të publis si mas me arru luftë e shlirimtare të Kosovës. Se kja është lufta i sholla ma mbroma për ndjedhë. Si mos i sholla nuk përsëritën lufta më tjera. Shka me thonë që të. Faleminderit shumë. S'ka për se, hajë. I nderuar si je? Mirë që shqit. Për cilit vend kjo është sot? Sa ti marrë të komunës Istokut, fshati Sotonic. Si quhesh? Qysh e ki emrin? Brahim Binokaj. Brahim Binokaj. Apo mi tregon ndjesitë e tua sa herë shkel në tokën e Prekazit? Qysh nihesh sa herë shkel në tokën e Prekazit? Po ju marrë sot ditë e flamunit me i përkujtu këto vullit që kemi ju, që kemi hjek, sa domi o bon Kosovë, edhe dhimë të në shpet në oreki. Më falë, ma tepër nuk di qatë. A mendon që ja dim sa duhet vlerën lirisë që e gëzojmë sot? A ja dim vlerën lirisë që e gëzojmë sot? Pasha zotë, ja di vlerën fort edhe shpet një të kam dhimë. Po që më bo, fatri e kom qështë. I nderuar për cilit vend kjo është sot? Jemi komunës Pesë. Prej Pesë kjo është sot? Po jemi komunës Krici dorën në Tej, fshatit Këpuc. Fillimisht gëzuar 28 nëntor Gjithashtu ditën e ty. flamurit edhe ditëlindjen e Adem Jasharit, që Gjithashtu. shnihesh i nderuar sot. Kjo nuk është veç feste i Kosovës. Kjo përgjithësi shqiptare është. Adem Jashari nuk okon vetëm i këtij fshati, po okon i krejt Kosovës. Unë e kom pas edhe bashkë luftar, shumë kohë. Adem Jashari homës e sa me lushtake këta. Po nuk po di shka ma të shku ma gatë, se pak e shumë pushijen. Qysh Ku janë jep ka shkoj? emocionet kur vish në Prekaz? Shumë gatë. Unë nuk jem kam me kuptu kryeministri i vendit tem, pse me boj gore me këta veteran të luftës, pjesëtar të luftës. Nuk jem kam me kuptu pse. Dhe kur e ka me ne kështu. Ku ka ma gjëna si invalid i luftës, i shok jemi, shmetim, apo shodhe i pesë, në kulicë, ma shku mi po gjëgjina.
E mu që mu ardhë qifti i jam i ati mu bo kryeministër. Do të më përshetëri zotë ma gaz di shka ma thonë. I ndërrum shumë respekt dhe Respekt, ndjerë kënaqësi. faleminderit, kërkoj falje. Faleminderit shumë. Respekt shumë.